Një debat i ashpër ka shpërthyer së fundmi në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, duke vënë përballë njëri tjetrit Selin Bollati dhe Robert Sterkaj, ndërsa në diskutim është përfshirë edhe Greta Kazazi. Situata degradoi shpejt nga një përplasje mendimesh në një debat personal me tone të rënda. Gjatë diskutimit, Rogerti kaloi kufit e debatit duke përdorur një gjuhë që u konsiderua fyese dhe e papranueshme. Në një moment ai u drejtua Selinës me një pyetje provokuese dhe denigruese: "Më thuaj me sa burra për një herë kryen marrëdhënie", deklaratë që tronditi jo vetëm banorët brenda shtëpisë, por edhe publikun jashtë saj. Selina reagoi menjëherë, duke e quajtur sjelljen e tij të turpshme dhe të ulët. Ajo theksoi se një gjuhë e tillë nuk ka vend në asnjë debat dhe se sulmet personale tregojnë mungesë argumenti. Edhe Greta ndërhyri në bisedë, duke tentuar të qartësojë situatën, por tensionet mbetën të larta për disa minuta. Pamjet e debatit janë shpërndarë me shpejtësi në rrjetet sociale, ku reagimet kanë qenë të shumta. Një pjesë e madhe e komentuesve po kërkojnë ndëshkim për Rogertin, madje duke përmendur mundësinë e një zarfi të zi, si mas për sjelljen e tij dhe eskalimet e vazhdueshme. Mbetet për t'u parë nëse produksioni do të marrë masa ndaj kësaj situate, ndërsa debati ka ndezur sërish diskutimin mbi kufitë e komunikimit dhe respektin brenda formatit. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.